Rikonstruksioni i rrugës së udhëtarit që lidh Golemin me fshatrat e Grudës së Re, shtoj të ri të njësisë administrative Rethina dhe aksin Shkodër-Hanihotit është projekti i radhës që përfundoi këtë ditë. Ky projekt është pjesë e programit të investimeve të Bashkisë Shkodër për rregullimin e infrastrukturës rrugore, si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative. Gjatë 3 dekadave të fundit kjo rrugë nuk ka pasur asnjë ndërhyrje, prandaj ky investim ishte shumë i domosdoshëm, shprehen banorët e kësaj zone. Kjo rrugë 35 vjet këtë rrugë shka hap dorë, shka vu dorë kur kush ndë. Që se ardhe një moment i mirë me fjallë për këtë zonë dë. Për e nevojshme ka kënë sa dushë, sa kalu me makine, sa kalu. Kjo është rrugë këso e sa dushë të shelil zonën se prej këto, i sjellë është komplet të në shatë me asfalt, del në Grud, del në prej këne në Golem. Rrugë lidhës është, për ne është bëllë. Bëllë e rëndësishme është. Quhet rruga udhëtarit pasi historikisht nëpërmjet saj kanë udhëtuar banorët e fshatrave të mbi Shkodrës për të shkuar në qytetin e Shkodrës dhe Anasjelltas. Pas vitit 1991, si shumë zona të tjera, edhe kjo u kthye në zonë banimi, ku në 2 anët e kësaj rruge u ndërtuan qindra shtëpi dhe më vonë edhe disa biznese. Kjo rrugë që ka një gjatësi afërsisht 2.5 kilometra, fillon nga linja hekurudhore në Stom Golem dhe përfundon në aksin kryesor Shkodër-Hanihotit.